Familja surprizon Eliona me dron. Banorja shkrihet në krahët e Klodit. Një moment të jetë prekës ka ndodhur pas ditën e sotme në oborin e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Ndërsa banorët po shijonin kohën jashtë, zhurma një droni ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve, por ishte Eliona ajo që mori mesazhin që priste prej ditësh. Lot gëzimi dhe një përqafim vëllazëror. Sapo droni u afrua dhe shfaqi mesazhin e dërguar nga familjarët e saj, Eliona nuk ka mundur t'i mbajë lotët. Gëzimi i saj ishte i papërmbajtshëm, duke treguar se sa shumë i ka ndier mungesën njerëzve të saj më të shtrenjtë gjatë këtyre ditëve intensive të lojës. Në këtë moment emocional, pranë saj u gjen menjëherë Klodi. Ai e ka përqafuar fort banoren, duke ndarë me të këtë çast lumturie dhe duke i dhënë mbështetjen e nevojshme morale. Mes lotëve dhe buzëqeshjes, Eliona nuk harroi të dërgonte puthje drejt qiellit dhe të falenderonte familjen e saj, duke u shprehur se kjo surprizë i ka dhënë forcën e duhur për të vazhduar rrugtimin në Big Brother VIP Kosova. Në një format ku izolimi është rregulli kryesor, një dron nuk është thjesht një mjet fluturues, por një konfirmim se jashtë po ndiqen, po mbështeten dhe po duhen. Për Elionën, kjo mund të jetë një pikë kthese në strategjinë e saj, duke i rritur vetbesimin pas debateve të fundit me banorët e tjerë.